Koleg, nderuar qytetar, në fakt sot do të vazhdojmë të njëjtën temë fakt, për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur dje në Durrës. Një tragjedi e dhimbshme me humbje të jetës së dy fëmijëve, Enea dhe Klevisit, familjes Nikola dhe Muça, të cilëve i shpreh ngushëllimet e mia. Ju lehtësov Zoti dhimbjen e qofshit parajsës. Por dhe një fëmijë tretë është në spitalin e Tramës dhe për atë urojmë shërim të shpejtë. Në këto raste në fakt fjalët mezi dalin. Dhe shpesh tronditet të tilla nuk është se janë të pakta, kemi parë shpesh të ndodhin dhe kuptohet që trondisin këdo. Dhe unë jam i bindur që kanë goditur të gjithë kolegët tu, të majtët të djathtë. Pa diskutim, unë e besoj këtë, po a mjafton kjo? A mjaftojnë statuset dhe reagimet sociale? A ndjehemi të pak përgjegjës ne, si tru parlamentare, se jemi organ vendimarrës? Të paktën, moralisht, a mjafton? Çfarë shoqërie po krijojmë? A kemi bërë sa duhet për të shmangur situatat të tilla? Në këtë sallë ne bëjmë politika, flasim shpesh, bëjmë debate, po arrijmë atë më kryesore, që gjëja më e shtrenjtë është siguria e jetës, dhe sidomos e fëmijëve. Po, a ka gjë më cinike dhe të dhimbshme kur sheh që në këto momente shpeshherë nuk gjendet kur fajtori. Fajtori është anonim dhe nuk e merr kërkush fajin. Po mirë, një pyetje duhet të bëj të gjithë dhe qytetarëve. Në qoftë se qytetet tona dhe në veçanti qyteti Durrësit do të kishe paqe me lodra, do të kishe fusha ku të luanin fëmijët. Ato dy fëmijë, pikërisht Enea dhe Klevisi, do të ishin në trotuar apo do të ishin në park? Po si mund të arrish deri aty se unë e kuptoj që edhe kryetarin e Bashkisë Sako, edhe zëvendës kryeministën, i mirë kuptoj se si nëna shkuan sot dhe bën mirë që shkuan. Por ama një ndjes, a mund kërkonin, sepse ishe pikërisht kjo bashki që në kaq vite, në 20 e sa vite, nuk krijoi një kënd, një fushë ku të luajnë fëmijët. Dhe kjo nuk është vetëm problemi i Durrësit, por është i mbar Shqipërisë. Po si mundet të shkosh dhe të thuash, si të zgjohe fjalën ngushëllime, ku ke pasur mundësi pikërisht të ndërhysh dhe ta shmangësh të tragjedi. Sepse ne zgjollëm betonin në vend të jetës. Ne zgjollëm përfitimet në vend të fëmijëve. Ne zgjollëm pikërisht të hesin dhe të mbyllim gojen përballë të fortit, përballë urdhit të kryeministrit, përballë interesit të disa private dhe pikërisht ato vende që mund të ishin, pikërisht vende ku të luanin fëmijët, sot shohim kulla. Në disa vende na kanë marrë trotuarët. Dhe shohim nëna me fëmijë që nxjerrin karrocat dhe duhet të dalin në rrugë. Babëzie të mërshme. Dhe asnjë nuk flet për këtë. Po a mjafton që të themi dhe të mbajmë një minutë heshtje? Po kjo ngjarje mund të ndodhi përsëri. Sepse me të drejtë, kolegë të dy palëve po thonë që duhet ta shpresojmë. Po ma hajde ta shpresojmë. Po mbi të gjitha, edhe duhet marrë dikush përgjegjësi. Që në vend të një fushë është një pallat. Dhe kjo është bërë e rëndomt. Po çfarë lidhje ka politika këtu e majtë e djathtë për ДПС? Po jo, këtu po flasë për jetë, fëmijët nuk kanë lidhje me politikën. Fëmijët duhet të jetojnë, dhe nëse ka një trup e cila duhet marrë përgjegjësi për të ngjarje, pikërisht ky parlament është organ vendimarrës. I teket një kryetar bashkie dhe ngren pikërisht në vendin ku duhet të ishte fush, për fëmijët ngren pallat. Po si mos paska si përgjegjësi? I teket KRT-s ose AZT-s në Tiranë, pikërisht aty ku duhet ishte një fush, edhe ato kull me 100% të sipërfaqes. Po mirë, në qoftë se nuk do ndërhyjmë në këto raste, dhe ju ftoj të nderuar kolegë, nuk e kam për politikë. Se po na vjen turp, ndjejmë dhe ne përgjegjës pavarësisht se s'kemi firmë, po ama zërin e kemi. Dhe ju ftoj të bëhemi bashkë, paktën për fëmijët, se dakord për ligjin s'bijem kur dakord. Se me të drejtë tu ka kolegë që unë jam i sigurt që të gjithë ju vjen keq. Por ama atë keqardhje duhet dhe të na edhe reflektoni. Ne reflektoni dhe të dënojmë pikërisht ato që nuk mendojnë për fëmijët, se
Lek qoftë më tjeti kujt do nesër. Faleminderit. Zoti Balliu.